Këtë projekt ne kemi në bashkëpunim me delegacionin e Bashkimit Evropian, të cilët e ka në prioritetet e veta barazinë gjinore, patjetër. Fushata e parë që ne ndërmorëm titullohej Me ty për ty, asnjë justifikim për dhunën. Pra, së pari të duhet të vazhdosh parandalimin, ndërgjegjësimin, informimin, edukimin e publikut të gjerë. Kjo është një nga shtyllat e projektit që ne kemi ndërmarrë. Një shtyllë tjetër që është e rëndësishme është që nëse do të ndryshosh gjendjen e grave dhe të vajzave, atëherë do duhet të punosh ngushtë me ata që punojnë ngushtë me gratë dhe vajzat në përditshmërinë e tyre. Dhe kush janë këta? Janë dy kategori ose dy grupime profesionistësh. Janë organizatat e shoqërisë civile, të cilat punojnë në përditshmëri me gratë, me vajzat, me familjet, dhe janë institucionet në nivel lokal, të cilat ofrojnë mbështetje ose shërbime për to. Kështu që projekti do të punojë me të dy. Shërbime sociale, por jo vetëm, sepse në nivel lokal ka ato që quhen mekanizma të koordinuar të referimit të dhunës me bazë gjinore. Që nëse ndodh një rast dhune, të gjithë këto institucione janë të përfshirë në këtë gjë. Projekti do të ofrojë trajnime, ne i quajmë ngritje aftësish për profesionistët, por do të ofrojë gjithashtu edhe ngritje aftësish për organizatat e shoqërisë civile, të cilat punojnë drejt për drejt me gratat dhe me vajzat. Do jepen vetëm 3 grante për startupe për gratë. Këto 3 gratë të cilat do ndihmohen me sipërmarrje do jenë, si të thuash, si një lloj pilotimi i kësaj ndërhyrjeje, por edhe si një lloj shembulli frymëzues për gratë të tjera të cilat do duan që të hapin startupet e tyre ose sipërmarrjet e tyre.